Unë jo vetëm që nuk di të bëj baklava, po edhe nuk e çoj dot. Shikoni tani se çfarë më erdhi nga gatime shqiptare tradicionale. Baklava. Shikoni sa e bukur që është. Që është jami dua ta provoj, po doja të tregoja një herë se si vjen, nëse porosidni edhe juve nga gatime shqiptare tradicionale. Dhe jo vetëm baklava. Se mirë, bëjmë ne edhe nga jugu, bëjmë petanik, po ka edhe veriu flin. O zot. Shikoni, jo, nuk shikoni dot. Prisni tani, prisni, shikoni. O zot. Bëhet nami. Edhe qershia mbi tortë është trileçja. Shikoni sa të bukur që e ka bërë. Më thoni mua tani si do ta hap unë këtë kuti tani që ta ha. Shikoni, kjo është për ta vënë në vitrinë dhe ta shikoni. Faleminderit shumë gatime shqiptare tradicionale që na i zbukuron këto festat e fundvitit akoma më shumë.